Që se në gazetari do të përfundoja në gazet, isha me pa punë, sepse gazeta së në Kosovë s'ka. Kjo i bjen që unë më përshtat pasaj në rrethana edhe pikrisht për ato që na sot jemi tu e bo. Pra, sot informata vjen në telefon. Sot kemi me diskutu për gazetarin mobile, si fushë cila është gjithnjë ma shumë në rritje edhe ma relevante për fushën e gazetarisë. Ideja tash është që me këto teknologji mobile ne me mujt me kriju content, video content, lajme e tjerë e tjerë. Kështu që kjo është trajnimi, paka shumë Rina e prezentoi në detaje, por ma shumë detaje do të njoftohen edhe ndërkohë edhe ma shumë se si është procesi. Tema që i caktut, apo që i folët ma herët, është mirë me bo një planifikim fillestar. Në qatë planifikim fillestar, gjithçka do të më shkru në letër. Nashta nuk o 100% që ajo që jo dëni me bo, që që keni me bo në teren, sepse tereni mund mja ndryshu hesapet ka njëherë, në varësisht për situatës ku gjindeni. CPI është një platformë inovative, cila përmes inteligjencës artificiale bën transkriptimin nga gjuha e folur në të shkruar. Telegrafi Brand Studio është departamenti i telegrafit që merret me menaxhimin e klientave. Na në telegraf rrugtimi joni përbashkët është i bom gjithmonë përmes partnerëve tonë strategjik, partnerëve të cilëve shesim shërbimet e ata dhe ata mbrin me ble shërbimet e na. Trajnimet e tilla janë çdo herë të nevojshme edhe janë të mirëseardhura për kuadrot cilat do qofshin ato, për arsye se raportimi është një gjë shumë e rëndësishme sepse sjell rregullime dhe sjell gjëra të bukura. Vërtet një trajnim i tillë ka qenë shumë i nevojshëm për mua personalisht, edhe pastaj me u trajnu sidomos nga ana e profesionalistëve ka qenë vërtet një përvojë shumë e këndshme dhe përvojë shumë e nevojshme. Trajnimi sotëm ka qenë shumë atraktiv për mua, edhe si një e re që dëshiroj të jem pjesë e botës së gazetarisë, mendoj që kemi pas hapësirë shumë e mësu, edhe tu e ditë edhe tu e pas parasysh faktin që gazetaria është vazhdimisht duke ndryshu, edhe me teknologjinë e re janë tu zëvendësu disa metoda që më përpara janë praktiku, pra jemi duke mundu me ndjek hapin edhe në këtë trajnim të sotëm. Është një trajnim mjaft intensiv një ditor, po m'janë shumë mirë që sot me disa prej juve po njihemi edhe jeni njerëz të fushës së mediave edhe të mediave lokale, që është shumë e rëndësishme. Për mua ka qenë kënaqësi me qenë sot në mionin për trajnimeve që është organizuar nga telegrafi, mi gëshëtu informacionet që i kum pas edhe informacionet e reja që i kum marrë. Si trajnim ishte shumë fitimprurës për ne si gazetar fillestar, por edhe për mediat lokale në Gjilan. Mësum teknikat se si ti editojmë videot, si ti editojmë fotot, edhe si të përfitojmë sigurisht prej këtij trajnimi, po edhe prej gazetarisë. Nga kalzu ato që am gjëru në sënë, që am gjëru në dorë, dhe të se mund të gjëru. To vazit. Kom kalu shumë mirë, ka qenë trajnim një ditor dhe ka qenë faktikisht fantastik, diçka shumë efektive që po besoj që kom e përdor shumë të ardhmen. Ne si komuniteti rinor, por dhe si komuniteti i ri të gazetarëve, kemi nevojë për trajnimet të tilla dhe shpresojmë që do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me platformën e telegrafit.